Ja ku janë 15 nënshkrime të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe besoj që kjo është dashur apo mbyll gjithë debatin politik në Kosovë. 15 nënshkrime të LDK-s, 15 nënshkrime të LDK-s, e pësoj më vonë, mos u lodh neç. Edhe më mirë. 15 nënshkrime të LDK-s, 15 nënshkrime të LDK-s për kandidatin e propozuar të LDK-s. Me qenë senkretet, po në këto nënshkrime s'kam dashur të bëj pjesë të lojrave politike, sepse janë serioze. LDK-ja megjithatë vepron në mënyrë shumë institucionale, prandërit e unë, dhe është serioze në qëndrimet e veta politike. Nuk propozon diçka LDK-ja çfarë s'mund të qëndroj prapa politikisht. Për kandidatin e propozuar nga LDK dhe siç kam thënë nga herën e kaluar mund të ishte edhe Vjota Osmani. Për besë jo asnjëherë. Asnjë moment, e kandidatën e dytë as nuk e njehim. Po provuam ta kërkojmë për ta kuptuar se kush është. Them se sonte është një natë bukur e rëndë për Republikën e Kosovës. Me qenë se lëvizja vetëvendosje inicioi përmbysjen e rendit kushtetues dhe rendit demokratik të Republikës Kosovës. Një rast i paprecedent, jo demokratik, antikushtetues për shtetin tonë të ri. Ky sabotim i kushtetutës, institucioneve të Republikës, ka përgjegjësi të lartë dhe këtë përgjegjësi të lartë do ta mbajnë ata që tentuan dhe iniciuan përmbysjen e këtij rendi kushtetues. Natyrisht ju dini tashmë qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës është i pandryshueshëm, është konsistent që nga dita e parë deri më tani. Madje lëvizja vetëvendosje është zotuar që nga takimi i parë që nuk do të ketë kandidatura të imponuara siç ne kemi pasur 4 kandidatura deri më tani. LDK-ja ka bën thirrje në vazhdimisht që vetëm një mënyrë për të zgjedhur presidentin e ardhshëm të Republikës Kosovës është nëpërmjet një marrëveshje politike. Edhe për këtë marrëveshje politike kemi pasur një propozim, kemi pasur një zotim, kemi pasur një qëndrim të cilën lëvizja vetëvendosje nuk ka konsideruar të denjë ta respektoj. Prandaj këtu janë, le të themi, shfaqje monopartiake që nuk i shërbejnë demokracisë, nuk janë të denja për Republikën e Kosovës dhe po na dërgojnë drejt zgjedhjeve të reja të radhës për shkak se një parti politike nuk e kupton kompromisin. Duhet shpresoj që raundi i parë nuk është konsumu, përndryshe LDK do të mbledh gjithë organet e veta partijake për të konsideruar hapat më të teshëm, sepse përtej Republikës dhe Kushtetutës kemi ku shkojmë. Natyrisht ne nuk marrim dhe s'mund të marrim pjesë në skenar të palacove politike siç pam deri më tani, po duam marrëveshje serioze institucionale për zgjedhjet e presidentit.